Që 3 vite nisja nga çdo lokacion brenda Prishtinës me autotaksi fillon nga 2 euro. Komuna e Prishtinës pati vendosur çmimorën e re, sipas të cilës tarifa ishte nga 1 euro e 50 cent u bë në 2 euro. Arsyetimi kryesor i kësaj rritje ishte rritja e çmimit të naftës. E me qenë se nafta ka zbritur në 4 cent, a duhet që edhe taksit të zbresin çmimin që kishte vendosur komuna për startin. Nga shoqata e taksive në Prishtinë kanë thënë se një zbritje mund të bëhet vetëm nëse çmimi i naftës do të jetë më stabil dhe nuk do të ndryshojë kaq shpesh. Omer Beq nga shoqata e taksive në kryeqytet ka thënë për Infokus se derisa të ndodhë kjo nuk pritet të ketë zbritje të çmimit nga autotaksit. Ndërsa këtë javë u raportua që çmimi i naftës mund të arrijë edhe 1 me 1. Pavarësisht se diçka e tillë nuk u konfirmua zyrtarisht, mirë po u tha se duke pasur parasysh rënien e çmimit, duke u bazuar në birze. Kurse nga shoqata e naftëtarëve, Fadil Beriani ka paralajmëruar se edhe mund të ketë sërish ulje, por se nuk do të tregojë saktësisht sa do të jetë ulja.